se opozita, partitë opozitare do duhet që të dalin me një kandidat jo politik në zgjedhjet lokale për Bashkinë e Tiranës. A e mbështesni ju këtë propozim të tij për të bërë gjithë pra partitë opozitare në një koalicion të vetëm, por me një kandidat i cili të mos ketë profil politik? Që për dalë partitë opozitare me një kandidat, këte e mbështes plotësisht. Por që të pretendohet të zgjidhet kryetari i bashkisë kryeqytetit një njeri jo politik, këte nuk kam dëgjuar ndonjëherë. Një gjë të tillë nuk kam dëgjuar. Sepse ai të paktën do të ketë një program në të cilin çmonton të gjithë batërdin që bazuar në politikën e narkoshtetit u bën në Tiranë. Nuk di se ç'nën kuptohet me kandidat apolitik. Nuk e kam shumë qartë, po për një kandidat nga të përbashkët, plotësisht e drejtë, si sugjerim. Së fundmi në mediat amerikane është botuar një lajm ku thuhet se është rihapur çështja për ish agentin e lartë të FBI-s Charles McGonigal. Sa rrezikon kryeju i qeverisë shqiptare Edi Rama, i cili përmendet se takon hetimeve më herët, dhe meqense ju denoncuat SPAK-un, cili është roli i SPAK-ut dhe çfarë po bën SPAK-u se takon kësaj çështje denoncuar nga përfaqësues të opozitës? Faleminderit. Dosja me McGonigal është një akt akuzë rënd për Edi Ramën dhe Altin Troplinin. Autoritetet amerikane, drejtësia tyre pasi e dënoi të korruptuarin McGonigal me 2.4 vite burg për dosjen me Edi Ramën, ka hap prap çështjen e tij, duke aluduar shumë mundësi sa ishte një spiun rus, një spiun i një vendi tjetër. E vërteta është që gjithë aktiviteti i McGonigal në Shqipëri me Edi Ramën lidhet me kompanitë e Deripaskës, me kompanitë ruse. Kjo është e vërteta. Por McGonigal ka patur një veprimtari të gjerë dhe të fuqishme, për të cilat Altin Troplini ka heshtur në krim. McGonigal në Shqipëri, sipas dokumentave të drejtësisë amerikane, dosje të cilën Altin Troplini nuk e mori ndonjëherë, megjithse ka padi në SPAK për këtë çështje, tregohet se mori nga zyra e Edi Ramës dokumentat për cilat u shpërblye për të punuar kundër opozitës dhe shpërblimin për 225.000 euro. McGonigal ka arrit gjeratysa të emroj në funksionet e tij të angazhoj një prokuror amerikan për hetimin e dokrave të Tomdoshit, e trillimeve të Edi Ramës dhe Tomdoshit, se gjoja, çfarë thot, Durim Bami, i nxitur nga Ilir Meta, ka dashur të ekzekutoj Tomdoshin. Dhe takimi është bërë në një hotel në Vjenë. Dhe Edi Rama ka nisë ministrë e drejtësisë. Po janë dokumentuar, janë faktuara këto. Dhe pas 4 orë pyetje, imagjinoni ju Durim Bamin tash.
Dhe në fund, prokurori Amerikan konkludon se ky person nga fjale e parë tek e fundit gënjen. S'ka asgjë të vërtet në tregimin e tij. Por ama, aeroplani i posaçëm u vënë dispozicion. Dhe në Vjenë u shkuar me aeroplan të posaçëm të paguar nga i famshmi Duçka. €225.000 është vetëm shuma në monedhë, po in kind është 10 herë më e madhe. Ju e dini që licenca ju ndryshua. Ju mua një kompani ruse dhe ju dha kompanisë Deripaskës licenca e naftës. Me Gonigal në Shqipëri, si pas dëshmive të biznismenëve guximtar, është përpjekur të verë gjoba milionëshe, duke u marrë përsipër atyre të heq nga blacklista apo se janë në blacklist pa qenë në blacklist. Me Gonigal është sjellur në mënyrën më të shfrenuar në hotele dhe në lokale, është shpallë qytetarë nderi Turpi Mbuloft, Damian Gjiknuri, Edi Rame dhe Reç Biberin, ju shpallën një armik të Shteteve të Bashkuara qytetarë nderi në Tropoj, dhe faktikisht dosja shqiptare me Gonigalit është ndër më të pasurat. Por atë e manë në sirtar Altin Troplini, i cili nuk ka lvizur qovë dhe një fije. I kam deklaru dhe i deklaroj Edi Ramës se dy gjëra nuk do t'i ndahen gjerdit në fundit të jetës tij. Dy gjëra. E para, djegësi i Tiranës. E dyta, me Gonigal. Pastaj është një listë e tërë mrapa. Zoti Berisha, Daniela Maloku, Report TV. Unë do të vijoj të shëndroj tek, po themi, oborri i Partisë Demokratike, tek problemet, tek oborri i Partisë Demokratike, tek problemet e Partisë Demokratike, apo shasja që kjo e fundit ka në drejtim të vërtetimit të farsës elektorale. Që prej përfundimit të zgjedhjeve zoti Berisha dhe deri në këto momente, i vetmi njeri që keni mbajtur konferenca për mediat për të faktuar farsën elektorale, jeni ju dhe asnjë përfaqësues tjetër i lartë i Partisë Demokratike